Lufta jonë po sulmohet edhe nga bankat e shkollave tona, por nuk mund të titërsohet e vërteta jo në emër të drejtësisë selektive dhe nuk mund të dezinformohet për kujtesën kolektive në emër të edukimit. Shqetësimet e Partisë Demokratike të Kosovës janë shumë dimensionale lidhur me këtë prezantime. Së pari është shqetësim serioz indoktrinimi nxënësve të shkollave të mesme duke përfshirë edhe fëmijët në moshën 18 vjeçare. Shkollat nuk janë vend për propagandë politike. Ato duhet të jenë hapësirë arsimimi, edukimi dhe zhvillimi të të rinjve, jo platformë për indoktrinim. Së dyti, jemi shqetësuar me përpjekjen për të ndryshuar historinë dhe rishkruar të vërtetën për Kosovën. NATO dhe Perëndimi kanë intervenuar në Kosovë. Gjuha e përdorur në inqizimet e publikuara i trajton Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin si fajtor, duke shkelur kështu një nga parimet bazë të drejtësisë, prezumimin e pafajtësisë, që është një parim bazë pra dhe një drejtë themelore e çdo njeriu. Kjo shton dyshimet se i gjithë procesi në Hag ka karakter politik dhe se po paragjykohet vendimi përfundimtar për rishkrerët e UÇK-s.